Unë e kam pritur këtë ditë dhe ishte edhe logjike që do vinte, sepse u kuptua që kur kryeministri Edi Rama e njësoi veten me Belinda Balluku, e mori përsipër, sikur është ai vetë Belinda, kur në fakt Belinda është një post siç ka qenë Ametaj, siç ka qenë Beqa, ministër, etj. Ky e njësoi. Se kush është arsyeja e vërtet, po të dëgjosh fjalët poshtë e përpjet, thonë sepse shumë nga ato punë i ka bërë për hesab të atij, për interesa të vetat, apo për miq të huaj, për shembull tunelin. Po kështu thoshin dhe në rastin e Ahmetajt, dhe shumë thoshin do flasi Ahmetaj në atë kohë, domethënë këtë retorikë e kemi dëgjuar. Problemi është që këtu duket hapur që Edi Rama po lejoj, e di dhe vetë, është i bindur që po lejoj rënien e Balluku, domethënë radha e tij është çështje ditësh. Kohe. Është tjetrit. Është çështje kohe, domethënë dhe si precedent dhe prandaj dhe mbrojtjen po e bën si për jeta për vdekje, po ta vësh re. Tani çështja, unë e dija, domethënë që sepse ata i dhan kohë, po ta vësh re, Spaku është treguar edhe një çik tolerant në fillim me Edi Ramën, sepse kur doli lajmi që është marrë në hetim Balluku dhe masa është dhënë pas 10 ditësh, masa është shpallur pas 10 ditësh, domethënë 10 ditë i tha, se punojnë e ndërkombëtarët i tha, ose ti jap dorëheqjen, që ta bëjmë si çdo shtet në Europë, se jemi dhe për integrimin, ose ta shkarkosh. Iku faza e parë rezistoi, filloi sulmet, nuk ka kryeministër në botë të shkruajë 3 herë në ditë, ai biles ai ka humbur. E konsideroi vetëm palmë gjykatën kushtetuese, nuk e lëm kushtetuese. Ajo pyetjet që i bëheshin prokurorëve, ky gati e tha hapur, sepse tha, dëgjoni, tha, i thoshte kushtetutës edhe popullit shqiptar që nëse më rrëzoni Ballukun, thoshte, nuk ka më punë publike, janë bllokuar punët publike, nuk po bënte rolin e viktimës. Do të thënë, po shteti po shkonte në kolaps për Ballukun, ndërkohë ky shtetin e ka. E kishte për precedentin në zëvendës kryeministra. Po s'ka, është institucion zëvendës kryeministri, nuk është emër. Institucioni aty është, nuk u pezullua institucioni. Nuk të hoqit drejtën në pas zëvendës kryeministri. Institucionin aty e ke, nuk u pezullua institucioni. Këta kujtojnë si Luigi 14 që janë njësh, edhe Franca dhe mbreti dhe zoti. Jo kujtojnë, duan të mushin. Po jo, më ti e një kryeministër, që i ke hyrë si që ka qenë para te e Berisha, ka qenë para Berisha. Dhe këta tani kanë shkrirë institucionin, edhe këtu në Shqipëri, shkrirë institucion, dhe kjo ka ndodhur është e tmerrshme, ndodhë edhe poshtë, po të vesh në një drejtor, se ky për shumë përballet për ditë me gazetarët e tij, të shkosh në një drejtor, ai ishit, jo sigur është një i futur aty në zyrë që paguhet, po sigur është ai institucioni. Jo, zotëri, është tjetër institucioni. Dhe faktikisht, ky e ka kaluar, është duke kaluar vendin në kolaps. Sepse do të krijojë një situatë që mua drejtësia dhe Spaku po më sulmon deri në atë pikë sa që po e çon shtetin në kolaps dhe prandaj bëheshin dhe ato pyetjet. Ti çfarë do zgjedhësh? Edhe bravo, çfarë i tha bravo, i tha. Zotëri tha, unë jam prokuror, i tha. Mua po më erdhi korrupsioni, do ta jetoj, do ta çoj përpara. Kurse sigurinë kombëtare dhe stabilitetin tha ka këshill të sigurisë kombëtare, mblidhet këshilli të sigurisë kombëtare, ç'pun ka prokuroria. Dhe këti në fakt po i dele, di që ka ndodhur sot se e ka merak të them dhe këtë, sepse është anashkaluar s'flet as opozita, pak media e kanë trajtuar. Sot po ndodh një krim që është dhe kombëtar dhe strategjik, po të duash për destabilitet apo për çdo gjë, me Bankersin. Bankersin, doganat, unë e dia Spaku po jeton, se kaloj nga Thiri, unë kam bërë qindra shkrime kundra Bankersit. Dhe Bankersit faktikisht, aktualisht, është në këtë situatë. Dje i ka dërguar, më përpare i ka dërguar letër kryeministrit, dje na i dërgojnë në mediat që thoshte doganat, dhe doganat që po jetojnë për korrupsion, i kanë bllokuar gjithë llogarit. Gjithë llogarit, dhe çfarë po ndodh atje prej disa muajsh? Gjithë punëtorët, gjithë nënkontraktorët, që janë mbi 7.000 familje, madje që janë dhe të Alpetrolit, këta po e çojnë, i thoshin qeverisë, thoshin që ne do shfrytëzojmë nenin 5, neni 5 është fuqia madhore, që ne zbajmë as i përgjegjësi, se ata gati janë ta kyçin, të shpallin falimentin dhe të ikin. Me thënë drejtën, duhet ta kishin shpall falimentin që para 17 vjetësh, se ka 21 vjet dalin në humbje. Po ja, po këta i kanë mbajtur. Jo, këta nuk shpallin falimentin, se ata e kanë marrë me qiratje. Ata janë koncesion, pa ata janë në rregull. Ata edhe borxhet që kanë i shlyen se thot fuqi madhore. Ç'do të thot fuqi madhore? Tërmet, luftë dhe thot ne do ta konsiderojmë, se janë dhe kompani ndërkombëtare, ne do ta konsiderojmë fuqi madhore. Ç'do të thot? Që tërmeti është qeveria.
qeveria na blokon lekët kur ne jemi në gjyq për këtë çështje dhe kemi çuar dhe në SPAK këtë që ka bërë Dogana. Ja ta mbaroj. Po prit. Si në gjyq pra se kanë fituar qeveria në 3 shkallë gjyqësore atë 100 milionë euro dhe se Beketi kanë ishte dëm paguar. material. Ky shiko çfarë dëmi është. Ky është një dëm, po flisja me një inxhinier sot. Që i dhim se që ka punuar. Ky është një dëm që fillon se aty kanë shpuar anglezët të parët, pastaj italianët që i shtruan. Këtu po ndodh një diçka, sot kanë filluar mbylljen dhe po i mbajnë pak me kështu me një ollus. 1000 puse dëmtojnë në mënyrë të pakthyeshme, më thamë. Po ngelen mbyllur, po fikën, nuk kthehen më 1000 puse. 12 kilometra tubacion. Këto janë të shtetit. Nuk janë të bankër, të kinezëve, se kanë qenë kanadezë, erdhën kinezë. Janë të shqiptarëve, kur them të shtetit, janë bilestona, sepse janë pasuri kombëtare. Pasuri kombëtare. Një dëm i tmerrshëm e vetmja fush naftëpajse Marins Patos, dhe pse? Nga papërgjegjshmëria në ç'kuptim, do ti përzësh ata, përzarje e merr shteti. Në çdo vend të botë. Po mos e prish pasurinë kombëtare. E merr shteti. Si e çon ti për shembull, nuk po flas mbi 7000 familje, herë 4-5 veta që domethënë falimentojnë komplet. Janë të lidhura edhe pasurinë kombëtare dhe me kontraktorët. Por të shkatrosh ti se çfarë i bën asaj? E mbani mend ka Maqedonia, çfarë i bën Ballshit? Rafinerisë. Skrap. Pa lidhje fare, në vend që t'ja jepnin, e ke parasysh vajtën e bën skrap. Dhe ka Maqedonia që s'ka naft, një pik naft, rafineri, ka Serbia, s'ka as një pik naft, ka rafineri, ne që kemi fusha nafte, s'kemi rafineri, se e çoj për skrap. Dhe ka që papërgjegjshme ka arritur kjo qeveri, sa që mua më duket sikur ai se ka mendën. Dhe unë dyshoj që dhe këtë kolaps ka i të madh dhe ka për të plasur shumë keq, sepse të besoj do ndryjnë dhe ndërkombëtarët, sepse ka interesa për kjo është gjë. Është një krim i hapur, dhe po e tua ajo do të bëhet skandal. Këtë e di pse po e bën. Lutem Regjami, nëse po flasim për Bankersin, ka një kronik të lajmeve sot që kanë dalë banorët në protesta, kemi në Splitër. Por çfarë po, pse e di pse po e bën? Vetëm për t'i bërë presion SPAK-ut. E kupton, domethënë në kuptimin, shiko ti po e çon vendin në kolaps. Dalin tek ajo që e thot në Nzaj, thot nuk do bëhen më rrugë, nuk do kaloj kjo, nuk do bëhet kjo, nuk do bëhet kjo, se juve më keni, se SPAK-u më ka marrë mua Belindën. E kupton çfarë çmendurie po e çon këtu në çfarë përplasje? Un kam qejf t'i shtohet Inati. Me që zuri sot 83 votat në gojë, tha kemi populli tha na ka dhënë 83 mandate, ti marr ato 83 mandatet, ta shkri SPAK-un, si që kanë kryuar, se ju a tha Dumani atëre. Tani qa keni me mua, ju tha, që bëni kështu kur ishte në parlament. Ja ku keni ligjit, po. Ju na keni kryuar, ju na keni kryuar, ju po deshët ashtu. Por me çfarë shumë sot dhe me deklaratën e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, me çka parun që vjen post i lartë politik, i dashit, Flaming, vjen dhe rrit 2 orë në SPAK, vjen ministri i jashtëm, pranvera, i Gjermanisë, është në prag lufte Gjermania, dhe futet në SPAK. Shpun ka ministri jashtëm i vendit më të fuqishëm, sepse SPAK-u zyrtarët më të lartë amerikan vetëm te SPAK-u është kthyer në një mjet geostrategjik për perëndimin.